Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Sonte në emisionin personale do të flasim me një figurë që ka qenë pjesë e proceseve më të rëndësishme të zhvillimit institucional dhe ekonomik të Kosovës para dhe pas luftës. Një ekonomist, studiues dhe deputet i Kuvendit të Kosovës për 2 mandate, i angazhuar në hartimin e politikave të tranzicionit ekonomik. A i ka mbajtur, po ashtu edhe detyrat e larta në nivel federal, deri në para vitit pra 1989. Sonte në personale do të zbulojmë rrugtimin, sfidat, po ashtu edhe perspektiven e profesorit të nderuar, profesor Dr. Muhamet Mustafa. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma. Është kënaqësi t'ju kem në emisionin personale për herë të parë, për cilur rrëfimin tuaj personal e po ashtu edhe atë profesional, por gjithashtu do të kemi kënaqësinë që të bëjmë edhe analiza kohë pas kohe, qoftë për politiken, po ashtu edhe për ekonominë, me qenë se kanë qenë 2 digaster apo 2 fusha që i keni pasur me vete pra gjatë gjithë kohës, ju kanë përcjellur gjithë jetën. Po ju faleminderit, por ftesën në emisioni ju është një emision që shikohet edhe unë e shikoj me kënaqësi. Faleminderit shumë. Jemi te pjesa e parë që është kjo personale, ku shohim fotografitë e juaja personale, sepse di që shikuesit ju kanë parë vazhdimisht në për intervistat të ndryshme, por kësaj radhe në pjesën e parë do të ndalemi tek pjesa më e çmuar e juaja që është familja. Shohim edhe fotot e para dhe do t'i komentojmë se kush është familja e profesorit Muhamet Mustafa. Unë jam me bashkëshortën, me 2 djemtë edhe 2 vajzat e mia. Shoqërit gjithë janë shnosh, edhe tash ne jemi një familje me mbi 10 anëtar, 2-13 anëtar, por natyrisht secili jeton në shtëpitë e veta. Ju jeni me bashkëshortën vetëm? Unë tash jam veç me Mirsadin, me bashkëshortën, me 2 nipat Mirsadit. Familja gjithmonë ka qenë preokupimi imi, por në analizat e mia dhe në një libër që e kom bërë respektive me rrëfime, kom thonë që nëse dikujt i kom betë borxh, i kom betë familjes, edhe njeri është vështirë me gjetë dobësitë e veta, por unë po e them këtë dobësi timen, për arsye se njerëzit duhet me nxjerrë mësime, gjithmonë duhet me gjetë një balans mes nevoja familjare dhe nevojave shoqërore, dhe për kushtimit për njënën dhe për tjetrën, duhet me gjetë një lloj drejtpeshimi. Te une drejtpeshimi ka shku, ka angazhimi, ka puna, ka detyrat, jo sa duhet ka familja. Kështu që këte e baj me veti si një mungesë time. Por natyrisht palën anash edhe familjen, sepse angazhimin, sidomos në politik, edhe për çështjet e cilat janë të rëndësishme, pas luftës pra ka qenë edhe ndërtimi institucional, edhe familja natyrisht që ka parasysh pra që ka qenë një kontribut jo vetëm për juve personalisht për familjen, por edhe për institucionet. Po, jo, sigurisht, po du me thonë, po unë e baj si një qështuat, si një breng që do shta ku mujtë ma shumë, ku mujtë një drejt përshim më të mirë. Për ndryshe, jo që e kom neglizhu në shumë familjen, po. Natyrisht, po. Do të shohim edhe fotografi tjetër. Po, këtu jemi gjithë, thuajse. Gjithë, do me thonë, me nipa, me mesa, me gjithë, do me thonë, jemi këtu. Kretë, disa prej ty në jetojnë në Amerikën e Kansas, e të tjerët janë në Prishtinë, do me thonë, qefseria me Vanesën, me Rionën, edhe Mekin, që unë e quaj Meki, ata jetojnë në Kansas. Ata janë familja Rugova, vajza jam është e martume për Edmond Rugovën, është selektorin e reprezentacionit Kosovës në vitet 2007-2008. Mblidheni kështu shpesh bashk? Falë? Mblidheni bashk shumë shpesh? Po, të shisha një 3 javë atje, po. Vinë edhe ata këtu, vinë, kanë qenë 2-3 vjetë, se të mondi kishte një punë këtu në Federatën e Futbollit, edhe kanë nejtë në Kosovë. Ta shenë këtu atje. Me qenë se do t'i flasim, pra do të mundohemi t'i përmbledhim, se është e pamundur që të flasim për gjithë rrugtimin tuaj jetësor, por do të ndalemi tek ato kryesoret, pra kontributi juaj, e thash edhe më herët, ka qenë edhe para luftës, ndoshta në një periudhë shumë të vështirë se sa kjo periudha e
pas luftës keni qenë pra pjesë e qeverisë atëhershme. Si erdhi deri te pra puna që ju të bëshit ministrën atë kohë? Po, kështu, në parë, flasem për vitet e 70-ta, kur Kosova e konsolidon autonominë e vetë të gjerë politike dhe territoriale dhe si element përbërës apo konstituiv i ish Federatës Jugoslave. Në me thonë, në rrugtimi im ka qenë pikspari në gazetari në Rilindje, më ndaj edhe si redaktori ish revistës për të ri Zëri Rinis. Prej aty, unë kam shku në organizatën e Rinis të Kosovës, edhe aty një vjetë kam qenë 2 vjetë antari i kryesis, pas ta jem zjedh kryetari i Rinis, do më thonë një asoj organizate. Dhe aty paka shumë kom hi në politik, pasi që kisha përfundu fakultetin ekonomik, edhe pasi që kisha kry provimet e postdiplomës në Zagreb. Si kryetari i Rinis, naturisht, atëherë ishëm plot entuziazëm, sepse donëm që dalim për një periudhe kur Kosova ishte e marginalizume dhe ne synonëm që bëhme një entitet spari i barabartë në Federatën Jugoslave edhe të realizojmë atë hapësirë që kishte kriju kushtetuta e vitit 1974 dhe mendoj se në atë situatë është arrit mjaft, ndonë se ndoshta jo gjitha ato mundësi që i ka dhonë ajo kushtetut, për arsye të ndryshme, por në përgjithësi ajo mund të quhet një lloj renesanse, një rilindje e Kosovës në ato kushte, një përparje me ekonomik, arsimor, kultural, krijimi një mose kritike të njerëzve që merren me politik, me ekonomi, me kulturë, me shkencë, me universiteti. Domethënë ishte një shpërthim zhvillimi, i cili ka bardh sigurisht edhe dobësitë e veta në ato kohë, por në përgjithësi do më thonë... Profesor, e kujt ishte kjo merit, pra që shqiptarët, pra po thoni që kishin një shpërthim, një zhvillim, pra në shumë aspekte, sidomos në fushën e arsimit, sepse ka ende shumë diskutime mbi këtë çështje. Po, meritat përgjithësi ishin, unë mendoj se ishin të elitës politike, edhe të njerëzve si Fadil Hoxha, ose Gjavid Limoni, ose Mërpullo, ose Mahmud Bakalli, ose... Do me thonë, ata e bardhin, ata ishin, do me thonë, hapnin mundësit. Po, natyrisht që pastaj, unë prej detyrës si kryetari i NIS, mandej kam qenë në Prishtinë, Aslan Fazlin, aty kemi pas njeri i tretë, me thonë, strukturat e Prishtinës, dhe aty kemi bën një punë mjaft madhe. Aslan Fazliu ka qenë nga njerëzit shumë të aftë edhe politikanëve shumë produktiv, dhe aty kemi pas bërë aty një renesansë, kemi ndërru krejt strukturën e udhëheqësisë të komunës dhe të organizatave për një vjetë e gjysë. Pas kësaj ku punu në ekonominë e rrugëve, që ishte puna me mirë pos reinvestit. Dhe me thonë, kom udhëheq një fond të rrugëve atëre në qujtë bashkësit vetë qeverisë të interesit dhe aty i kom prek rezultatet e punës time mas shumëti. Dhe me thonë, dhe ajo është puna jeme me mirë krahësu me gjitha tjerat për pos institutit Reinvest. Mandej, prej aty të Ymer Pula erdhi kryeministri i Kosovës edhe thirri që ta marrë një dikasterin e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik. Unë posa kisha përfundu, do më thonë, tezën e doktoratit, beti mbrojtja dhe aty ishte një punë shumë e madhe, do më thonë shumë e rëndësishme, ne bëm planin për 5 vjetë, planin për 15 vjetë, dhe në atë plan për herë të pare kemi paskru edhe këtë rrugën e kombit që duhet bëhet, më kujtohet, po kjo natyrisht nuk ishte merit e imja, sepse unë nuk e kum pas atë ide, por ne kem pas aty dhe po përmendim me respekt ekonomistin e partë Kosovës, Fevzi Nojani, një ekonomist me i Prizreni, i cili më pruni një faqe, më arsytoj, tha, a guxojmë të afusim në planin afat gjatë. Kjo ishte një kohë, mas demonstratave të një, kur ishte ashpërsu situata politike, po të ashpërse mos të ashkrujmë, po flasëm për 15 vjetë, edhe aty do me thonë, i kum pas doktoratin që kisha po me teori, me dhona, me informata, aty kum prek situatën praktike dhe ato gjëra që unë i kum bon doktorat,
tema ime e doktoratit ka pas bëj me investimin në Kosovë, do më thonë, edhe si të bëhen ma produktive, si t'ja struktura ma mirë të tyne, si t'jen ma efikase, kjo ka qenë. Mandej prej atyhit, këm shku në federatën, minister federativ, në më habit kër më kanë propozu, për arsye se me njerë mas demonstratave, unë kom qenë pak e anat e mumë, për arsye se jam shpallë fajtor që ka gufu nacionalizmin pak a shumë. Jo në i mas, po më qunë ekonomit rrugëve, me më bo keq, ato më bon mirë në faktat. Pastaj, aty prej qeverisë federale, atëheru në vitin 1984 dhejtë 86, u stabilizu situata në Kosovë. Erdhe Mërpula, Ilaz Kurteshi, Azem Vlasi, i murën dhe tyrat kryesorë në Kosovë dhe nesa u fuqizu Milošević në Serbi, na keshëm një gati një stabilitet. Dhe në atë kohë i kanë kërku 10 emna, më kanë shti edhe mu, ka dukt interesant. Djaliri, doktor e ekonomisë, edhe minister federativ për zhvillim. A keni qenë pjesë e partisë komuniste? Po, antari lijes komuniste, po kom qenë, dhe le është interesant që kur kom desht me hy, kur më thërën, vërtej, së këmë kër lutje, më thërën, e bisedoha me babën, po ishte një mundësi atëherë më bo antar me marë pozita ma transishme edhe me kontribu ma shumë. Edhe po e bisedoj me babën, tha qërë, tha djali jam, tha, edhe mu më kanë, kur më rini, tha, po në s'kom pranu me hi, tha, ti mund me hi, tha, po kime armë në situatë kur kime pas vështërsin politik, vështërsit më dha, edhe ndoshta, tha, vjen puna që ti jaki lakmini bariju me dele, dikun. Tha, po ti vendos vetë, po unë, po të thamë qështu. Edhe natyresht, unë e keshëm atë entuziasme, me kontribu edhe hynë, mandej në të 10 emna, mandatari që ishtë qeverisë Jugoslavë në vitin 1986, ka zjedh mu. Unë këmë qenë Majriu, doktor i ekonomisë, edhe sigurisht në Bosnë e këmë pas kolegë, ka pyt dika na njëhni, këtë këtari njës një kolegi imi, ka folë dëshka mirë edhe pe 10 për befasiti me në zedhi. Por, aja puna në qeverinë Jugoslavëve ka qenë, mund t'jo thëmë, puna ma e vështirë, puna ma keqe. Si ka qenë pra për një shqiptar me qenë minister të Federatës Jugoslave? Një ndër ministrat më të rinë në Federatën Jugoslave. Si ka qenë klima aty? Klima ka qenë shumë e rëndë, për arsye se Serbia, do me thonë, tentante që në qeverinë federative, me ligje federative, me reduktu pozitën kushtetuese të Kosovës. Nga ona tjetër ne keshëm edhe interesa jo gjithherë të njëjta as me Sloveninë e Kroacinë, interesa ekonomike, po thëmë, edhe me Vojvodinën. Po kur ishte fjala për politikë, duhesha mu konfrontu me qeverinë e Serbisë, me qeverinë e Macedonisë besha, me qeverinë e Malit Ziniku, edhe një pjesë të Bosnës. Jo të gjithë, do më thonë kuptohet. Po për çështje ekonomike, shpesh herë duhej me polemizu edhe me kolegë Slovenë dhe Kroatë me të cilët kisha marrëdhënie e shkëlqyeshme për ndryshe, po do të thonë nuk i kisha asnjë mbledhje të qetë, asnjë mbledhje të qetë, për arsye se vetvërtet situata u ashpërsu në aspektin politik. Edhe kjo zgjatej deri te greva e minatorëve, në grevën e minatorëve unë u qova, bona një deklaratë të shkurt, fuqishme, sulmova ata që s'japshin dorëheqjen në cilave kërkonin minatorët, edhe faktikisht u distancova për aty në politike dhe u ktheva në Prishtinë. Mekanizmi vendimarrje si ka qenë, pra? Ka pasur ndonjë projekt në atë kohë që keni pasur mundësi ta realizoni? Në aspektet e pozitës të Kosovës, drejtave kushtetuese të Kosovës, në aspektet e çështjeve materiale, Kosova ka pas veto, sigurisht edhe krejt, do me thonë, na është dashur me u pajtu. Natyrisht ajo s'ka qenë në qeveri, po në kuvend. Se në qeveri unë s'ku mujt me bo veto. Po ku mujt me propozu, me folë, dhe është interesant që të shroj me shprej edhe një loj mirënjohje ndaj Branko Mikuli, që ka qenë kryeministër një Kroat për i Bosnje, i cili, po thëmë, të shumëtën më ka përkra. Të shumëtën. Edhe kem pas bodo ndryshime që kanë qenë favor të ekonomisë Kosovës, po edhe të Bosnës e të tjera viseve cilat kishin një problem të gjajshëm me Kosovën, ishin ma pak të zhvillume. Sa i përket mekanizmit vendimmarrjes, është interesant se në vitin 1985,
kur isha në prag vitit 1986, do më hynte 1986, Kosova ishte në një situatë shumë të vështirë me borxhet e jashtme. Sepse ne kishim marrë kogja shumë borxhe për hidrosistemin Iberolipenas, për Trepçen, për Feroniklin, për disa projekte kështu të mëdha. Borxhe ka pasur e tërë Jugoslavia, apo jo? Po borxhe kishim marrë, po na ishim përgjegjës. Dhe kuvendi i Kosovës vendoste a me marrë borxhen ajo, edhe vetëm ishte një lloj konfirmimi në kuvendin federativ. Domethënë, s'kishte asgjë të bëjë me Serbinë, as kishim. Edhe po bon shumë ngarkesa e borxheve për arsye se na duheshim me i ble dollarët në Bankën Qendrore të Jugosllavisë, për me kthy borxhin për rrugë ose për Trepçen ose për hidrosistemin. Edhe atëherë ishte një hiperinflacion ose inflacion që u shtrajkë shumë me dinar, u shtrajkë ke borxhe, kështu që ekonomia e Kosovës gati se u bloku. Edhe atëherë na kërkuam që na jemi fajtor pse po ndodh inflacioni në Jugosllavi, to diferenca në kursin e dinarit me dollar duhet me marrë federata, se federata na s'pe menaxhojmë dinarin. Banka Qendrore e Jugosllavisë po e bën devalvimin, kështu që na e bëm këtë kusht, nuk hasëm në një mirëkuptim të nevojshëm, edhe atëherë bashkë me delegacionin tonë që ishte delegacioni i Kosovës në kuvendin federativ, në dhomën e republikave dhe krahina autonome, bëm veto në buxhet. Në me thonë edhe ajo veto një 2 javë nuk e në shumë në buxhetin mu aprovu, erdë nata e vitit 3, ish presion, na e shumë atë në një dhomë, kishëm presion, ju po boni fajtor, Jugoslavia pa buxhet, se tash po mbetet pa buxhet, dhe na nuk edhe shumë kurse si për arsye se edhe ishë situata e vështirë, edhe mandej erdë në 12, tha, mujmë tha na qeveria, po ju premtojmë që kemi me zgjedhë dhe bëjmë një vendim, kuvend federativ që kjo që ashtë i mu zgjedhë, po atëherë bilem, ishte ora 1-2 natës para natës vitit 3. Edhe aje erdhe ministri federativ, janë nisi me shkruaj, merë punë, tha shkruaj ti ma shpejt se këse ta s'kem kohë me diskutuar. E shkruva në 2 fjali dhe ajo aprovu, mandej, unë u bëna minister federativ, ta në shumë shpejt më zasaj. Edhe në fakt që u zgjatë pak, po unë e zgjeta një moment që kur zova ministrin e financave, thash në qofë se e krynat vendim, unë në ty po të votoj për një pozit tjetër, për një ambasador shkonte, se ishëm në atë qeverinë federative kanë qenë 8 ministra me kryeministrin që vendosëshin për shamë për ambasadora, po se unë isha profesuesi i Kosovës në atë përbërën e ngushtë qeverisë, e thash atëherë unë s'ko me kundërshtu emnimin tënë se kishte dëshira me shku ambasador në Angli. Erdhëm lutë në zyre, thash po me që të kushtë. Profesor, sot, si do t'ja spjegonit një të reut, pra sistemin atë ku, Partin Komuniste, inkuadrimin e shqiptarëve në për institucionin atë ku? Si do t'ja spjegonit? Ka qenë i mirë apo jo? Shqo, ka qenë një real politik që mendoj se establishmenti i Kosovës ka bo mirë, që ka bo çdo gjë që me shfrytzu një kontekst të ri të reformës të Jugoslavisë dhe të hesjes Trankovicit, që është bëha dhe një reforme federatës, edhe për nevoja Slovenisë dhe të Kroacisë, por edhe të Kosovës dhe të Vojvodinës, edhe unë mendoj se ajo ka qenë pozitive. Kjo nuk do të thotë që nuk ka pas dobësi aty, që nuk ka pas probleme, për shembull, na kemi pas lëvizjet ilegale, kuptohet, se të kanë shtru kërkesa legjitime. Nështë jo gjithherë të realizueshme. Mirë po, veprimi në 2 binare, veprimi institucional që kanë bërë establishmenti atëherë i Kosovës, edhe puna e organizatave ilegale, edhe pse nuk kanë komunikuar mes veti, kanë pas pak a shumë një drejtim. Se kjo veprimi në kushtet ilegale ka kriju, po thëmë, masën kritike të inteligencës nacionale, të inteligencës politike, kulturore, ekonomike, universiteti. Pa ato, në vitet e 90-a këshëm qenë shumë dëbë. Në me thonë, nuk duhet të amohojmë asnjenë, nuk duhet të i kundërshtojmë ato dyjat,
Marë parasysh edhe këto figurat, pra, si që është figura e Fadil Hoxhës. Cili ka qenë roli ti, pra, në atë kohë, për të mirën e shqiptarëve? Unë muj me folë për atë kohë, sa kom punu me Fadilin, ose që kam ka thonë baba jam për Fadilin, në gjithmonë kanë qenë vlerësime pozitive, se baba jam ka pas kontaktet të hershme me të dhaj, aqë sa ka mujtë, kanë ndihmu poplet edhe në kushtet e luftës atëherë, me njëherë mas lufte, po edhe ma tutje. Unë Fadilin e kom njoftë, me thonë, si redaktori Zërit Renis, kur kem bojë intervista dhe ka orë të na njeri shumë i afërt, i lirë, edhe me i kanë shumë bised, edhe gjithmonë i gëzum, edhe i preokupum me pani për parim të Kosovës, se cili sektor. Me thonë, se cili hap që i ka që Kosovën mandalt ka qenë prekupimi ti edhe gëzimi ti. Mandaj në aspektin a i ka qenë në kryet komisionit për avansimin e pozitës Kosovës. Orientimi ka qenë qysh atëherë bo Kosova Republikë, po ma vonë Tito e Kardeli e këta jenë tërhes, sepse kanë parashiku që Serbia nuk e pranon dhe krijot një krize madhe në Jugoslavi. Mirë po, pra nuk duhet të ketë në përgjithësi para gjykime për figurat e tilla. Si që është për shembull edhe... Unë po me spjegu për shembull Fadilit, muj me folë për Mahmutin nëse, muj me folë për Gjavitin, muj me folë edhe për tjerë, për kolegët Matria, Zemin e tjerë. Tash, ajo nuk u bë republikë, por ne kemi pas të gjitha autorizimet, sikur se republikat tjera dhe autonomia Vojvodinës, në federat. I vetëm i dallim ka qenë që në kushtetut për Republika ka shkruar kanë drejtën e deri në shkputje. Kosova se ka pas qatë drejt. Po ajo ka qenë shumë e rëndësishme, natyrisht edhe ajo u bo me luftë, ma në fund. Me luftë u bo. Me luftë edhe me politiken aktive, të rezistencës aktive paqësore trugose. Fadili, për shembull, ka momente kur ne kum pa Fadilin, për shembull, libri 4, kur Serbia 2 vjet mas të më thonë Kosovo, po thuj se u pavarësu, asë një taks ke shumë me Serbinë, Serbia s'mund të me ndiku, asë një legjë kur gjënë Kosovë. S'ke shumë kur gjëtë shkëputën për i Serbijë. Ke shumë disa funksionet përbashta, interesat përbashta, se sot muj me Shqipnin, me bashkëpunu projektet përbashta, ose me Malnezi, ose me Macedonin, por jo të obligushme, me marrëveshje. Etash, libri kaltërt, Serbia e prodhoj një lloj pamfleti, që thoshte se Serbia është tash pozit keqe, Serb po heqin në Kosovë, shqiptarët po bojnë presion, sikur se Serb që kanë bo presion kohë Tranković, tash shqiptarët po bojnë presion. Edhe ishte një bised Erdh Kardeli me trajtuat problem. Edvard Kardel, njeri i dytë i Federatës, pas Titos, ishte njeri i dytë, dhe ai ishte mjaft i jashtëm në fillim se ishte keq informu që vërtet Serbët janë pozit të keqe në Kosovë në atë kohë. Edhe tash na e shumë prokupum që ati me aspjeguar librin e kaltërt që na nuk e aprovojmë edhe nuk mund me kalu, edhe ishte një bised mjaft e ashpër. Edhe Fadili, po më kujtohet, kur tha, shikoni, tha, neve na ka ra një borë shumë e rëndë, tha, neve komunistave shqiptarë, tha, por arsye se na metëm, tha, të shkputën për Shqipëni dhe me Jugoslavi. Tash, tha, kemi kriju një pozit paka shumë barabart, edhe tash, tha, në qofë se dikush e sulmon këte, tha, na nuk mund pranojmë, mo, tha, në këtë. Bile ishte shumë jashtë për gati i ra grusht tavolinës, kështu që unë mendoj se në atë periudhë, për atë periudhë që unë e di punën e ti, unë muj me folë veç fjallë pozitive. Pozitive. Nuk do të ndalimi, ndërsa do të bëjmë një herë tjetër, një emision të flasim vetëm për këtë periudhë, sepse kemi të flasim edhe për kohrat të tjera punë të cilat i keni bërë pra ju. Deri në atë kohë nuk kishte Kosova parti politike deri me themelimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pastaj vitet e 90-ta, ju keni pasur kontaktet vazhdueshme edhe me presidentin e ndjerë, Dr. Ibrahim Rugova. Si ishin lidhjet me të? Pra, si e shinit ju në atë kohë kërkesën e ti për rezistencë paqësore? Unë mendoj se Rugova është një personalitet i veçantë, edhe sigurisht se në historinë i takon vendi pjedestali ti në historinë e Kosovës, por edhe shqiptarëve në përgjithësi. E kemi edhe fotografinë e Ibrahim Rugovës, që do ta shohim edhe në ekran. Rugova, do me thonë,
kuptoj mirë pulsin e popullit, sepse ajo masa kritike e krijume, do më thonë, në dekade gjysmë, ajo nuk mund të aduronte mo Serbin, edhe Rugova e ka vlerësu që mo Serbia nuk mund me sundu në Kosovë, prandaj, rezistenca aktive paqësore ka pas dy të mira, se shpet e quhen rezistencë paqësore pasive, nuk është e vërtet që ka qenë pasive, ajo mund të quhet vetëm rezistencë aktive paqësore. Kështu që Rugova, do më thonë, në një ka qenë që me një politikë paqësore aktive, me një komunikim vazhdueshëm me partner ndërkombëtar, me një qëndrim proaktiv, me informim tyne, na mund të marrëm simpati në botën e jashtme, qysh edhe i kemi marrë në atë kohë, edhe e dyta e ruajmë substancën e njerëzve. Do të thonë, disa tendenca tjera kanë qenë që duhet me njëherë me fillu luftë armatosën, dinë bile dhe në Kroaci. Ka qenë strategji e duhur e Rugovës? Urdo? Strategjia ati ka qenë e duhur për kohën? Pa tjetër. Ajo strategji edhe i ka prodhu rezultatet e veta, sepse mund të thëmë se atëherë ne kemi pas ma shumë aktivitet. Pa pas ministri lekale, pa pas bugjet që kemi tash, pa pas njerës që mujmë me bo tash, na kemi qenë shumë ma proaktiv, kemi prodhu ma shumë dokumente, kemi pas ma shumë kontakte me botën e jashtme, se sa që kemi tash, edhe ky pasivitet që kemi tash në aspektin e kundërshtimit propagandës Serbisë po dhe tjerave, do me thonë, pak i ka dhonë një hapsin të tepër të Serbisë që të merret me Kosovën. Cili ishte bashkëpunimi juaj personal me Rugovën? Bashkëpunimi personal, unë e kom fillu, do me thonë, edhe në vitet e 70-ta, pasaj ka qenë kryetari nisë letrare, dhe unë si kryetari nisë Kosovës, kom punu me rinin letrare, rinin muzikore, dhe këto organizata sportive, në përgjithësi, qysh atëherën, kom pas kontakt me Rugovën, por në vitet e 90-ta, kërkesa ti e parë ka thonë, a mund instituti juaj, se ne formum institutin 95-ën, a mund instituti juaj që të na propozoj një bugjet, se unë kur po flasë me njerëz që mu bo Kosovë, po mbarën ata po mpysin, pa, keni bugjet, a mund një me bo bugjet, a mund një me bo një bugjet, ashtë po e bojmë bugjetin, ja bojmë bugjetin, mandej ne konkurum për një projekt në Cajpe, është qendra për ndërkombëtare për ndërmarrjet private e Washingtonit, një projekt që ta testojmë viabilitetin ekonomik, qëndrueshmërinë ekonomike të Kosovës pas zgjedhjes së çashtës Kosovës, pas pavarësisë. Edhe u aprovuaj projekt, ma Rugova ishte gëzuar dhe tha, keni marrë projektin, çaj po na vyn, shumë mirë, dhe tha, të lutem, tha, gjithkund, ku ki nevojë emrin tem për mene, pam informu. Çdo gjë Rugova të ka porositur se dikun, tha, qoftë me ndërkombëtar, qoftë këtu çka të vyn. Edhe mandej kemi vazhdu, na i kemi quajtur informacione, e di, do me thonë, atëherë ishte problem me ne mas luftë me fillu procesin e privatizimit, sepse Serbia kishte aspirata me bo problem pronën shoqërore në Kosovës e publike, edhe na dojshëm me shpejtu privatizimin, mirë që me zgjedha problem, edhe na e bëm një material për edhe të faqës. Siri Invest. Siri Invest, si institut, pse duhet mu bo privatizimit, pse është e rëndësishëm, sepse që është e vërteta edhe ata kishin edhe unë miku atër një Jolly Dixon dhe Renzo Davidi kanë qenë dy ekonomistë shumë të mirë. Profesor të ekonomisë kanë qenë Kosovë përgjegjës për ekonomi, një në italian, një në irlandez, e kishin bën një raport mirë, po vetëm një fjali ishte shumë e keqe. Edhe thështin që prona shoqërore në Kosovë nuk është e qartë, kujt i takon. Edhe atër na patëm shumë problem me hekat fjali dhe me shpjegu njerëzve, sepse a do me thonë ata e marrë si pronë shtetënore, Serbia është shtet, Kosova së shtet, dhe ajo s'kishte lidhje me realitetin, për arsye se Kosova kishte gjitha kompetencat për pronën e vetë, brenda kufijve të vetë, sikur se gjitha republika tjera, s'kishte dallim atë. Edhe na e bëm një problem, dhe kërkuam që krejt partitë politike të Kosovës të bëjnë një deklarat, të mbështetin privatizimin edhe të refuzojnë. Ju atër ishit jashtë politikës? Jashtë politike, në për institutit, edhe e bom në raportin dhe të faqe, shkum bisedë krejt. Mund të jo thëmë se se cili e shite aspektin politik, anë votojnë ma shumë, me thonë që to, asë më votojnë, anë bëhet kështu i vetëmi Rugova, për i liderëve të asaj kohë,
Me thonë, e kishtë realizu materialin, tha, unë ju përkrahe, tha, folën edhe për parti tjera, duhet me bëhat deklarat. Ose edhe në rastet tjera, edhe mandej, kur e kemi pas 10 vjetorën e institutit me 2005, a i ka ardhë, më thonë, 1 vjetë para vdekjes ti, vërtet 6-7 muaj para vdekjes, ka ardhë konferencë, disa herë ka ardhë konferenca tona, edhe mandej në atë konferencë në s'kem ditë, në kanë da dekoratën medalje artë për pavarësinë e Kosovës. I mungon figura e rrugove skemës politike kosovare? Sigurisht që i mungon. Rrugova është njeri posaçëm që tash me merita historike edhe vlera e ati, jo që do të harrohet, po do të çmohet gjithnjë më shumë. Pse bëhet pastaj ju pjesë e politikës? Çfarë ju shtyri që konkretisht të hynin politikë? Po, t'ju thëmë drejten, ne kishëm një bagazh, do me thonë, në bon një 15 vjetë punën në Rinvest, edhe unë isha i prekupum pak, me shku ma direkt, me ndiku pak në disa çështje ekonomike, ma tepër në kuvend. Po. Edhe isha i prekupum me hydikun në një farë. Edhe kjo ishte një arsye, e dyta, do me thonë për me realizu ma shumë që ato që këshum punu 10 vjetë studime, gjona ndryshme, me ndiku direkt, si deputet. Kaloni me veprime? Po, me veprime. A keni pasur mundësi të realizoni pastaj? Dëshiroja që gjenerata e re që i rëndrinve, si Lumiri, Alban Ashani, Alban Zogaj, plot 3 që këshum qunë studime, në 103 na i kemi bashkëpunim me partnerët toni, kemi finansu në Universitetin Staffordshire dhe në universitetet tjera, edhe ajo është një mos kritike dhe ata kanë ndiku me në ru mentalitetin e qeverisjes ekonomike edhe mendimin ekonomik me avansu në Kosovë. Ata jënë barabart me krejt Evropian tjera ose Amerikan. Kështu që thash tërhiq në unë se sa të jam këtu këta adin besin në njën time, të shkojnë në pak politike dhe atër e zëdhëm Lumi ishte bële pak para përfundim doktoratit, e shpallëm një konkurs për drejtor ekzekutiv, a ju le emru prej atjet edhe zgjodhëm Lumin, a ju bani një punë shumë për në Rinvest, dhe sa hynin politikë. Kështu që pastaj... Në qëfë se kemi foton e Lumirit, në qëfë se jo, me qenë se për e përmende, si po e sheni sot në politikë, Lumira? Po shi që një Lumiri është një ekonomist i mirë, mas pari, është një menager shumë i mirë. Natyrisht që LDK është një parti jo shumë e lehtë mu menagju, a i kam rrini sukses me ngrit partin prej një situatë që erdhe për shkak të sjelljeve të papërgjeshme të një pjesë të leadershipit të një pjesë do më thonë të LDK-s që ishte edhe në leadership atëherë. Lumi do më thonë po punon në LDK, unë shpresoj që ai do të ngresë ende LDK-n, or Lumi do të ishte shumë i dobishëm në qeveritë Kosovës. Unë jam i bindun që Lumi në qeveritë Kosovës do të krijon të diferencë, për arsye se është menaxher i mirë, është ekonomist i mirë. Po thoni që është më i mirë si ministër se sa si kryetar partie. Nuk po bëj dallim, po partia është diçka tjetër, qeveria është diçka tjetër. Po, meqense e përmendet pra thatë në qeveri. Po, do me thonë, në qeveri, po edhe në parti sigurisht, po unë kisha dash me panë ato me udhëheq qeverinë e Kosovës në një kohë. Tasha ma vona, për arsye se jam i bindun se ai ndaj mund të bëjë një punë shkëlqyeshme si kryeministër. Kthehemi punës tuaj në kuvend. Punë në kuvend. Keni pasur mundësi që t'i realizoni, pra t'i fusni në veprim gjitha ato studime, plane që keni bërë për ekonominë në Kosovë? Jo të gjitha, po për shembull në boda punë mjaft mira. Ajo që unë një mandate ku më dhejshë edhe Komisionin për zhvillim ekonomik, edhe aty ajo që një nga rezultate ka qenë që pas një kohë, natyrisht kishëm probleme aty në mes partive, po pas një kohë, më në vërtet, na thuj se gjithçka kemi aprovu me konsenzus. Dhe me thonë, kryum një atmosferë, për shembull ligji për Trepçen, është kriju nga një ekipi ekspertëve që e ku më dhejqë unë, por është aprovu për i gjithve. Me përjashtim një partije, si s'po përmenit ashtë. Pse? Dihet.
Ajo parti i thoshte që duhet me konë trepqa ndërmarrje shtetënore, që s'ishte do më thonë, s'kishte kur farë mundësie më bo, as nevojë më bo, por arsye se çka është ajo kur qeveria i ka 80% aksioneve, do më thonë, është ndërmarrje e shtetit Kosovë. Po do më thonë, ishin do diskutime me kundërshtu, për me kundërshtu. Ishte vetëvendosja ndoshta? Po nejse, unë tash... I cila në përgjithësi pra i ka kundërshtuar me shumicë. Tash jemi paka shumë në këtë farë fushatës, po kom qef fort mu. Jo, ju jeni jashtë politikës dhe regullë. Është fakt që vetëvendosja, do me thonë, ka boq mos me pengu ligjin për trepqe në atë kohë. Mirë po ma vonë, do me thonë, ajo ka kuptu që është një ligji mirë dhe ka tentu me realizu që është e vërteta. Ramushi shpesh flet për meritat për ligjin e trepqes. Ramushi, në fakt, për ligjin nuk ka punu me ligj, po merita e Ramushit, që nuk du me jamohu, është që ka fillu zbatimin e ligjit. Ai ligj ka najtë për një kohë prej kur kush. Në fakt, ju i keni një cu, Ramushi kur ka ardhë, e ka zbatu ligjin, e ka registru trepqen, e ka pru statutin e trepqes. Do me thonë, edhe unë jam mirë njës aty, por në aprovimin e ligjit, për shamull, unë kom pas një bashkëpunim shkelqyshu me Kadri Vesenin, i cili ka prokurar, i ka qenë kryetari kuvendit. Naturisht edhe me Isa Mustafën si kryeministër. Po, do të shohim një pjesën e fundit edhe fotografitë dhe pastaj do të lidhemi edhe me temat që na kanë mbetur. Jo e kemi fotografitë e personaliteteve, sepse këto... Kjo është, do me thonë, për librin tim që e kom. Për librin tuaj, po. Thash që na kanë mbetur shumë pa diskutuar, të kalim të pjesa fundit, është fotoja e ish kryeministrit dhe ish presidentit Hashim Thaçi. Cili është mendimi juaj për ta? Shoni me, Hashim Thaçi, do me thonë, është një nga personalitetet të rëndësishme të ushtrisë qendrore të Kosovës, edhe ato e në meritat të rëndësishme të tina, edhe ka, do me thonë, unë kom vrejtësaj, do me thonë, momentet kur është dasht, pa marrë parasysh që mos kemi mendu shpesher njëjtë, ose të kemi pas mendime ndryshme, ose keq kuptime, apo para gjykime për njëri tjetrin, në momentet kur ka qenë interesi i Kosovës, a i ka ditë mu rështu në ato. Pa marrë parasysh interesit partia? Pa marrë parasysh lëvizjet për para, para gjykimet, ato për shembull në ekipin e unitetit, a i ka qenë në pozit, po e ka përkrah. Në më thonë ka qenë, atër Rugova s'ka qenë gjallë, ka qenë Fatmir Sidiu, po unë e kom udheq ekipin e ekspertëve për ekonomi, dhe s'kom pas asë një telashe me Hashimin. Në më thonë. Kështu që Hashimi, do më thonë, është një personalitet me merita për Kosovë. Kalojmë tek foto tjetër. Begjet Pacolli, kemi qenë pjesa Begjet Pacolli, unë kom bashkëpunu me Begjet Pacollin, sepse unë mund të hyja në LDK, por isa veç sa ishte zgjedh në i shumë miqë, edhe tash i binte që po i bjenë shokët e vetë, edhe mund të krijoj një keq kuptim aty në PDK, edhe unë preferova që ta krijoj një ekip të ekspertëve për me hinë kuvend, një E15, edhe bona një marrëveshje me AKR-n, se Begjeti insiston të gjithmonë me hinë parti. Tina, po unë s'dojsha me hinë parti, thash unë vim me një grup të ekspertëve, bojmë një koalicion edhe ndihmojmë, nejse bashkëpunu mirë me ta, një kohë tani mandej nuk ishëm një mendimi dhe u largum prej ati, por në përgjithësi Begjet Pacolli e ka një veçori që tjertë politikanë Kosovë nuk e kanë ashtë. Cila është, a? Ajo veçori është që kur ulesh me bisedu me Begjet Pacollin, bisedon për punë, për projekte, për angazhim. Jo për thashe thonë, jo për kënjerën, jo për tjetrin, jo kjo parti kështu, jo kështu. Ta ai flet për projekte që ka duhet me bojë, që ajo ishte edhe motivi im pëse unë shkova në fillim të Begjeti, por mandej nuk i kishëm mendimet e njëjta rreth privatizimit, rreth PTK-s, rreth a ishte ma te për i detyrushum që me mbajt vijën, ishte në koalicion me Hashim Thaçin, kështu që unë nuk kisha në obligim në ati koalicioni, kështu që aty të ne u dam paka shumë, por unë e ruj një respekt për Begjetin. Dhe fotografia e fundit është Albin Kurti. Albin Kurti, do me thonë, me Albinin unë e njoh nga largë.
nuk kom pas në bisedë kështu gjatë, për pos jemi përshëndet takime ndryshme. Albini ka pas një mirë kuptim për edhe ka shmu punën në Institutit e Invest, në edimat e. Në përgjësi, unë kom pas vrejtjet të mëdha në mënyrën që ka bo opozit Albini, me dhunë në kuvend edhe me një sulum ndaj institucioneve. Unë po frigohem që kjo ka një recidiv që qënë ka anarkia, edhe po shihen të hapat e tashëm rreth konstituimit kuvendit, rreth qeverisë, rreth bugjetit, që është jashtëzakonisht i rrezikshëm për Kosovën. Nuk mund të ketë republikë të tretë të Kosovës pa e rreziku shtetësinë e Kosovës dhe pa e rreziku republikën e tashme të Kosovës. Me rreziku seriozisht. Prandaj unë shpresoj që kjo më në fund e kupton që kjo është një avanturë dhe duhet heqë dorë për asaj, duhet kthehet në kornizat e kushtetutës, duhet kriju hapësirë për bashkëpunim me parti tjera, qofse dëshiron me të dhe matutje në sferën politike dhe me qeni dobishëm për Kosovën. Nuk thëmë që s'mund t'jeti dobishëm, por fatkeqësisht qeveria ati nuk i ka rrit ato që i kemi prit votues të ti, po edhe në kom mendu që i ka me pas ma shumë arritje, ma shumë aktivitet, energji ma pozitive në përgjithësi. Mendoj se do t'ishte dobishme nëse vetë vendosja, po edhe Albini e bojnë një retrospektiv kritike të punës tyne dhe të rezultateve tyne. Ndaj tyre, ndaj vetës e tyre. Po në aspektin ekonomisë, si është Kosova sot? Tashme kemi lajmet që është miratuar edhe bugjeti, po ashtu edhe për rritjen e pagës minimale, si i keni pakto? Na e kemi aty në Rinvest, tash do të mojmë në ndorë, kjo është e 8 vjetë, e bojmë një forumi ekonomik. Ja ku i kemi edhe lajmin këtu pra miratuot në qeveri, bugjeti për vitin 2026, 4 miliardë euro. Do të lexojmë këtë bugjet dhe do t'japëm mendimin tonë për te, por unë mund t'ju them se ka shumë probleme në ekonominë e Kosovës. A mundet, profesor Shteti, pra qeveria që t'i reguloj këtu, sepse zakonisht qytetarët e thonë që është një krize përgjithshme globale, edhe ngritjes së çmimeve, pra produkteve sidomos atyre bazike, dhe qeveria e Kosovës nuk mund të bëj asgjë në drejtim. Pra, ma shembull produktet e ushqimit, po ashtu edhe energjisë elektrike. Nuk mendoj që është ashtu, do me thonë sigurisht që ka ndikim çmimet e importit, na importojmë shumë, por qeveria është aty që me i lecu, me i trajtu, do me thonë, mas pare qeveria është me bo një rritje ma kvalitative ekonomike që hapë vendet punës. Na po thëmë që rritja ekonomike 4-5%, e punësimi ka shku 1% se vjetë është rritë në Kosovë. 1%. Eksporti, bilanci tregtar me botën është përkeqësu. Shumë procese nuk ka një përmesim të pozitës, të arsimit, qëndësisë, kërkimit dhe inovacioneve. E këta janë ata faktorët kvalitativ që e bojnë një vend më zhvillu suksesshëm. Nuk janë fjalimet, nuk janë retorika boshe. Në ekonomi zhvillohet në qoftë se... A kam pas mundësi, profesor, për këto 4 vite me bo diçka ndryshime? Sepse është një retorikë e vazhdueshme, një narracion që e kanë shkatruar për 20 vjetë dhe ne nuk kemi pasur mundësi ta rregullojmë. Mendoj që kjo nuk është e saktë, sigurisht edhe për 20 vjetë para Albinit ka mujtë më bo shumë ma shumë, ashtë po flasëm konkretisht, ka mujtë më bo ma shumë, edhe për këte njerëzit që kanë mendu që kanë mujtë më bo shumë, bo mjaftë edhe kanë dhonë shansën Albinit, po edhe Albini ka mujtë më bo shumë ma shumë. Më po du me bo një mahitash, një herë e sulmoj një ish luftar Mahmutin një shka politikishte, Mahmuti reagoj shumë në Amerikë, bile një biseda atje, ja sulmoj, thamë, Miloševiqi po punon, unë miku po punon me njerës Miloševiqi, kështë Mahmut Bakalli, ishte kryetari i bordit për media, dhe tha, ajo zxedh, tha me porosit Miloševiqi, natyrisht, Mahmut reagoj pak si me nervoze, tha, ti be djali mirë, tha, në me ke qenë lufta, po ke mujtë me luftu pak ma shumë. I tha Albinit apo kujt? Ishte dikush tjetër? Nuk po e përmeni, kam respekt për atë hemen, por në atë koha ishte me njëherë mas luftë dhe ishte agresiv. Ishte dikush tjetër që ta gjindë të hongë. Edhe kam respekt për te, se kam bashkëpunu mirë në kuvend me ta. E kuptuam edhe ne. Po du me thonë edhe Albini, kemi prit shumë ma shumë. Thonë drejtëm, në një kum pas rezervat e mija për shkak të
asaj atmosfere që krejnë kuvende, jashtë kuvendit, ato dhuna, ato sulmi ndaj institucioneve, ndaj kushtetutës, politikave, këm pas ato rezerva, por delegacionit tyne kur vinte në kuvend, do më thonë deputet, ishin përgaditun për kritika, kishin argumente, thashtë atë kënë punëtora, po me që thëmë drejten, puna, angazhimi, gati se cilës ministri lëndë për të dëshiru. Në është ta për veqaj këtu Ministrinë e Mbrojtjes, që po mendoj që po punën mirë. Profesor, falimderit shumë për kohën që keni gjetur, të jeni pjesë e misionit personale, sigurisht që do të kemi mundësin përsërit ju kemi në studio, qofë për pjesën tuaj, pra rëfimin tuaj, sepse ishte shumë i shkurtër, ka që kishim kohë në dispozicion, po ashtu për të marrë këshilla, analiza edhe jashtë, me qenë se jeni jashtë politikës, por sigurisht që jeni aset për Kosovën me përvojën tuaj. Po, falimderit shumë për konsideratën, na kemë për detyrë sa të jemi gjallë me punu për Kosovën, se të sini prej, nesh duhet me punu ma shumë, sepse na ka kriju mundësia, për të sini na kemi mujtë veç me ndërru. Në vitet e 70-ta, në vitet e 60-ta, në vitet e 80-ta, veç kemi mujtë me ndërru. Për kohën që kemi sëtë, po. Na ka pru rrethonat, misht, na ka pru edhe ndihme e Zotit, edhe na me pas vendin tonë, panvarun, edhe musil kështu, është për frikë se mund më në gjithë në i telashe. Falimderit edhe njere, shëndet e punë të barë. Me ndirë që përshim. Miqtë të dashur, falimderit për vëmendjen me emisionin personale dhe një tjetër personalitet, takohemi javën tjetër. Deri atëherë natën e mirë dhe mirëmbëjtje.